Parada për sukses të miratimit buxhetit e Tiranës me të thjesht dhe vetëm propagandë politike, pasi në realitet bllokimi është vetëm një vepër e tij. Dëshiroj të bëj edhe një herë thirrje Bashkisë së Tiranës që të rregullojë zërin e shpronësimeve dhe vetëm më pas puna mund të vazhdojë normalisht. Hiq dorë nga bllokimi dhe lufta politike kundër Bashkisë Tiranës, po lufton qytetarët e këtij qyteti. E ndërsa institucionet shtetërore përplasen me njëra tjetrën, buxheti për Bashkinë e Tiranës vazhdon të qëndrojë bllokuar. Kjo do të thotë paralizim për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Sot kemi përzgjedhur infrastrukturën rrugore. Jashtë do të thotë bllokim. Kjo është rruga e Selitës. Punimet kanë rreth 2 muaj që janë ndërprerë, duke lënë për gjysmë investimin që do të jepte standarde kësaj zone të kryeqytetit. Pasojat, re pluhuri, që nuk mund ta shmangësh as në lagjen e tokës me ujë, sepse dhe ujin e blejnë. Nuk janë plurosur vetëm ushkrit e këtyre banorëve. Mjafton të përshkosh këto 600 metra rrugë dhe do të përballesh me gropa të reja. Këtu jemi te komuna e Parisit, një ndër zonat më të shtrenjta të kryeqytetit, por infrastruktura është e njëjtë me zonat më të varfëra të Shqipërisë. Bllokimi i shpronësimit të pronarëve për segmentin Komuna e Parisit rruga e Kavajës po mban peng edhe përfundimin e këtij loti të Unazës së Madhe. Afatet nuk vlejnë, si të jenë të shkruara e si jo. Në bulevardin e ri të Tiranës, informacioni i publikuar në këtë tabelë sot nuk është më. Edhe pse është nga investimet më të rëndësishëm që zhvillon kryesisht komunën e Paskuqanit, bllokimi është i barabartë për të gjithë. As këtu nuk është gjetur gjuhë e përbashkët me pronarët. Së bashku me këto rrugë, janë 82 kilometra rrugë të reja dhe 128.000 m2 sipërfaqe e gjelbër që do t'i mungojnë kryeqytetit derisa të zhbllokohet buxheti i bashkisë. Të gjitha për një qëllim, të shërbejnë qytetarëve, por politika duket e zënë për të menduar për përditshmërinë e votuesve të tyre.